Nëse je një nga ata që votove për herë të parë nga jashtë Shqipërisë, hajde me mua të shohim bashkë se ku përfundoi vota jote, që e mbushe me plot shpresë dhe emocion. Dhe ja ku po vjen komisioneri shtetëror i zgjedhjeve, Ilirian Celibashi. Serioz dhe i qetë, ai ngjit shkallët drejt konferencës për shtyp, ku çdo fjalë që ai do thot pritet me një frym nga gazetarët. A ka bazë ligjore që procesi votimi nga jashtë të shpallet pavlefshëm dhe kryesisht procesi votimi për Greqinë? Dhe nëse shkeljet e ligjit janë të tilla që ndikojnë në rezultat, çdo lloj votimi mund të shpallet pavlefshëm. Ndërkohë nga jashtë policia ruan rendin dhe qetësinë. Nga xhamat e mëdhenj të ndërtesës duken dhe fushat e blerta të federatës, aty ku kontarja jon stërvitet zakonisht. Këta janë heronjtë e heshtur të procesit, administrata e KQZ-s që punon pa pushim. Për ta ky vend është bërë si shtëpia e dytë. Dhe po, si çdo shtëpi që ka këndin e vet, edhe këtu është një cep i famshëm ku pihet kafe. Kafja që po pëlqen nga të gjithë është kjo këtu me gjinsen dhe qumësh, një super kombinim për të qëndruar zgjuar.